Përshëndetje nga Elena Demollari, Elena Astrologji Spiritual. Faleminderit që më ndiqni në kanalin tim në YouTube, si në TikTok, në faqen e TikTokut, Instagram dhe në faqen e Facebookut. Do bëjmë parashikimin për muajin shtator të gjitha shenjave të horoskopit, me gjithmonë me letra tarot për të parë energjinë e tyre dhe çfarë do na thonë letra tarot. Do fillojmë me shenjën e Dashit. Dashi do ketë nisma të reja, do eci përpara, fillime të reja dhe do ketë një energji pozitive. Në biznesin e tyre do kenë stabilitet, do stabilizojnë gjërat, do kenë një lidhje dashurie të mirë, mund të kenë pak turbullira nga hyjt, po do kenë qartësime, do kenë shumë mundësi për të ecur përpara dhe në muajin shtator, shenja Dashi do ketë të rrugëzidhje në gjitha drejtimet, si në punë, si në dashuri, si në pasë, si në financën e tyre, si në bizneset e tyre. Demi, në muajin shtator, Demi do përballet me persona që janë xheloz, do eci përpara me një vendimarrje, do marrë një vendim në çdo drejtim të jetës së tyre. Shenja e Demit do jenë të vendosur, do jenë një familje kompletuar, një trashëgimi nëse ka të bëjë me trashëgimi, do mos marrë shumë opinione të tjerëve, do eci përpara, do ketë nisma të reja, perspektiva të reja. Do ketë shumë mundësi për të ecur përpara, mund të jenë pak të mërzitur, por universi do t'japë dhuratat të bukura. Dhe shenja e Demit do fillojë muaj shtator, do fillojë me udhëtime të gjata, një ngritje ekonomike financiare, do ketë një energji pozitive, do kenë fillime të reja, nisma të reja, si në punë, si në dashuri, si në pasë, si në lidhjen e tyre të dashurisë, në partneritetin e tyre, në ortakët e tyre dhe në ngritje ekonomike financiare në bizneset e tyre ose në bashkëpunimet që një dem mund të bëjë. Shenja e Binjakëve në muajin shtator do filloj me diploma mastret, do eci përpara në punën e tyre, në profesionin e tyre, do janë të fituar, të triumfuar, po duhet të kenë kujdes nga shoqëritë. Misit falco, nga ana shpirtërore do gjenë një qetësi shpirtërore, do kapin një mirësi, do kapin diçka pozitive, do qetësohen, do gjykohen për marrëdhënie që kanë dhe kanë pozicione të mira, do kenë rilindje, do kenë një rilindje, një energji pozitive si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre dashuri, si në projektet e tyre do ecin përpara. Fejesa, martesa, tavolinë, ditëlindjet do gëzohen nëse kanë menduar për disa evente, dëshira e tyre do e bëjë realitet. Bëjnë gati se do marrin lajme të mira dhe çdo gjë do jetë e pastër, zambakët binë në ujë të pastër për shenjën e Binjakëve. Por muaj shtator ka shumë surpriza dhe gjëra të mira për shenjën e Binjakëve. Gaforia për muajin shtator, Gaforia do ketë ndryshime, transformime, do ketë ndryshime si në punë, si në dashuri, si në fat një transformimi papritur. Për Gaforen mund të jetë pak errësi në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime. Fatin do prej me gëshër do i shkojnë gjërat diku. Dhe një Gafore në muaj shtator do zbuloj gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do dalë sheshit dhe do stabilizojnë gjërat. Janë në pritje të disa lajmeve, do marrin lajme të mira, do kenë një stabilitet, një udhëtim të gjatë, do jenë nga ana financiare, do jenë të kompletuar, të plotësuar, kanë të bëjnë me persona të çelikët, autoritar, shefa, prora, detora, qeveritar, këshillojnë me persona të moshuar, do kenë një stabilitet, do stabilizojnë, do kenë rrugëzidhje dhe shenjë Gafores. Pavarësisht që Gaforet kanë kaluar situata të vështira, do stabilizojnë gjërat. Luani beson shumë te universi, për njerëzit mund të jetë negativ, po për universin do ketë surpriza. Dashuri pasonante, pak pengesa në partneritet, mund të ketë dhe xhelozi, do jenë në kërkim të diçkaje dhe duhet të presin dhe pak, duhet të kenë kujdes se mund të kenë dhe pak probleme shëndetësore, kohët e fundit mund të jenë pak të vetmuar, po në fund fare do dalin të fituar. Më përpara i kanë marrë vendime të nxituara, por dhe Luani do ketë nisma të reja, perspektiva të reja, do eci përpara si në punë, si në dashuri, si në fat, do ketë një energji pozitive shenjë Luani, do të ecin gjërat mbar.